Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni, po takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet çdo të martë. Me neve në studio është profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar dëgjues, ju e dini që emisioni është kontaktiv 044 156614 është numri ku ju mund t'i drejtoni pyetjet e juaja, qoftë në formë të shkruar, qoftë në mënyrë direkte, pra në po të njëjtin numër, dhe telefoni qëndron i hapur që tani 044 156614, mund të na telefononi, por edhe mund të na shkruani SMS pyetje. E ne përderisa të kemi dëgjuesin e parë në linjë, atë profesor ndoshta keni një këshill të vogël derisa të kemi dëgjues. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Falenderojmë Allahun e madhruar, krijuesin e gjithësisë. Dhe bim salavat dhe qëjmë shumë selam të dashurit të tij Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu qëjmë selam të gjithë pejgamberëve të Zotit, atyre burrave të mëdhenj, të cilët ishin ndërmjetësues mes krijuesit të Zotit të gjithësisë dhe mes njerëzimit, të cilët na përcëllën emanetin e Zotit në mënyrën më të përkryer, më të besueshme, dhe ishin shkak që njerëzit ta njohin Zotin, të udhëzohen, të drejtohen dhe në fund të fitojnë xhenetin me emrat e Madhit Allah. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nuk ka dyshim se dini Zotit është hak. Feja është hak. Feja islame është hak, është feja e vërtet. Është feja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Muhammed Mustafas, është feja e Isaut alayhi salam, është feja Jahjas, Zakarias, është feja Sulejmanit të Davudit, është feja Harunit të Musaut, është feja Ibrahimit, është feja Nuhit, është feja Ademit, feja të gjithë pejgamberëve. Gjithmonë na kanë përcjellur ulemajat tonë, dietarët, po edhe muslimanët e ndershëm të devotshëm, gjenerat pas gjenerate deri tek prindrit e tanë dhe deri tek hoxhallarët e tanë, se dini i Zotit është i kompletuar, se dini i Zotit është i pandryshuar, se dini i Zotit duhet besuar i tëri, pavarësisht a ka disa gjëra të cilat nuk t'i kana, nuk shkojnë për qefi, apo jo, duhet në shtruar urdhrave të Zotit. E që i bie, urdhri, vullneti, dëshira e Zotit me qenë mbi vullnetin ton, mbi urdhrin ton, mbi unin ton, mbi egon ton, mbi qefin ton. Unë kam qef diçka, për Zotit për ka qef diçka. Unë kam qef me flajt, Zotit ka qefën mu që me falë sabahun. Unë kam qef me hangër në Ramazan, se e mu qëtu, kometje, Zotit ka qefën e me agjeru. Unë kam qef me dhe, se kam trupin e mirë, do ma po halki, Zotit ka qef me veshone. Unë kam qef me shkuar, Zotit ka qef me shkuar në për ato vende. Në kësa raste, cëllë qef me pas për parësi, cëllë qef me dhamë për parësi, qefi tem unë apo qefit Zotit, vullnetit tem apo vullnetit Zotit, dëshirës tem apo dëshirës Zotit. Për ata Allah i madhruar, nëse shikojmë Koranin, gjejmë ajetet shumëta që në sharojnë këtë. Për shambull, një pejtyne ka thonë Allahu Azza wa Jall: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Nuk meriton, nuk guxon, nuk ka të drejtë
as një besimtar e as besimtare, femën e moshkull, që kur cakton Zotin do një urdhër, do një urdhëres apo ndales, me thonë robi po që në bëj që ka du prap. Jo, nuk ka të drejt. Pse? Sepse i bie për jep qefit tënë për parësin dhe qefit Zotit, dhe kjo është mkat, o gjënahi madh. Dhe ka thënë Allahu në ajet tjetër, fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Jo pasha Zotin tënd, Allah për thëtë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë besuar me besim të shëndosh, me besim të plotë, ata besimtar që pretendojnë se janë besimtar, përderisa fjalën tënde Muhammed mos ta marrin si fjalë vendimtare, veçantë në çështjet kur hasin mos marrëveshje mes tyre. Po të nderuar vëllezër dhe motra musliman, farzët e Allahut janë farzët e Zotit. Ne nuk mujna me ndryshu, e as që guzojna me mendu me ndryshu. Haramet janë harame, nga dita që ka kriju Zotit tokën dhe qiellin dhe qiejt, haramet janë harame, nga dita që ka zbritur Zoti Kur'anin, haramet janë harame, janë qarta, dhe si të tilla mbesin deri në kiamet. Krejt religion, si hoxhallar, si misionar, si mësues, fetar, që është dushthuj, krejt religion është me sfjegu, ja shpjegu njerëzve, e pastaj gjatë shpjegimit sahih është vërtet që këtu është ndikimi jon, apo është ajo hapësira ku njeriu mundet dhe ka hapësirë pak me qenë më shtirë, pak më i botë, pak më i ngadalshëm, pak më i shpejt, pak më që të po për ndryshe me ndryshu dinin e Zotit nuk mundet. Të nuk i me gjitha si musliman këtë dënja, i cili dele thët se pas kohë namazin shekull 21 shumë duhet me shkurtu në 3, sepse nëse qote dikosh e thët dhe qka til, atër automatikisht a i numërohet se ka më hu farzët Zotit, dhe i cili ka më hu farzët Zotit ka dal prej konsenzusit të ulemavet muslimanve që 1400 vite, dhe së i til automatikisht numërohet se ka dal prej feje. Ose më që dikush gjajnë shumë e te me thonë, në kohën bashkohore, në shekull 21, alkoholi nuk është haram, sepse këtë dynja e pin, apo gjveshja nuk është haram, sepse këtë dynja e për gjveshen. E tjera tjera të cilat janë të qarta, janë shumë të qarta, se janë harame, gjëra të ndaluara me Koran, të ndaluara me Sunet. Kjo dini Zotit e Allahu në ka sharuni e fort mirë të gjitha këtë gjëra dhe jo vetëm kaq, por Allahu ka thonë kulil haqqu me rabbikum, thuaj njerëzve Muhammed, haqë vërtet është për Zotit ju, femen shae fel yu'min wa men shae fel yakfur. Ai që dënë me besullet besan, ja kjo është Korani, dënë me besullet e besan, është i lira i zotnia. Dhe ai, por ai që dënë mës me besu, pra nuk dënë ta besaj, mës ta besan, është i lirë, nuk ka dhonë, nuk ka impanim në fe. Ama, kur e beson Koranin si liber të Zotit, nuk me aftan ta besosh si liber dhe kaq, por do ta besosh që kom rana në Koran. Që kom rana në Koran. Sepse si liber të shajt koranor, si liber të shajt qëllor, Koranin nga një herë besojnë edhe popujt të tjerë, nga një herë besojnë edhe pjestar të feve tjera, por kaq, vështët Korani është liber i shajt, nuk e që magat, por për ne musliman nuk me aftën kjo. Ne dhëtë me fletu Koranin, me këqyrë që ka në atë Koran, i shajt po që ka kanë te, cëllat janë ato shejtri që ka të si Korani, cëllat janë urdhëresat e ndalesat, gjërat e prera, ku nuk bën për to. Edhe pas taj, në basë sajnë edhe me jetu njeriu, me jetu si musliman, me jetu me Koran. Është një çështje tjetër shumë me rëndësi, e nuk dua ta bëj këtë temë, është një çështje shumë me rëndësi, se shumë njerëz nga një herë, veçantit popullit tonë, e kemë dhe mund, se kujtej që është një pikë dopt jo e mirë, shumë njerëz kanë qef e dojnë fen, apo thojnë ndryshe, nuk e mohojnë fen, e pranojnë fen,
Islame, sifet mire, zote tjere. Por problemi tyne është se ata duan që feja me kanë simbas qefit tyne, e jo qefit tyne simbas fes. Ja, këto problem tash. Pra ta thashin fillim, kur të vijet qefi jem dhe qefi zotit, do të me dojtë qefi zotit për para, të lutem, sepse ke besu Koranin hak, e ke besu zotin hak, të bareke o ta'ala. A do në t'ja pësirë një shambull tjetër me ligjet të dynjas. Djemt dhe vajzat tona, vëllezër dhe motrat tona, një pjesë e madhe, ama shumë e madhe, e atyre që jetojnë në perëndim, në diasporë. Kanë shku për 3 javë, për 3 muaj, për 3 vite, për ma pak e ma shumë. Por pjesë e madhe tyre kanë ngelur atje, bile një pjesë shumë e madhe tyre edhe kanë marrë në shtetësinë e atyre vendeve. Tani, me lejoni ta bëjmë një pyetje, ta parashtrojmë një pyetje. Çata njerëz tonë që kanë pranuar me dorë vetëm në nënshkru, me marrë në shtetësinë, pianisi pe Kanadës atje në fund, deri tek Amerika më poshtë, edhe të arën këtanë peja Skandinavis, e deri në Itali dhe këtë shtete tjera perëndimore. Kur shkane me në nëshkru, kur shkane me në nëshkru qaj person, se përprane në shtetësin e filan shtetit. Në jetë qëtë kërkes, të kure aprovohet, e thirën pytje, në test, ku dion, e bojnë disa pytje në varë për shtetit, në shtet, edhe në fond të në nëshkru. Dhe të orënëk që po shkruan. Që në shkruan atë? Në shkruan se prej çështjeve pikave që ka për para syve të vetë në letër, në shkruan dërto, do të pranoj që krej këto ligje, kjo kushtetot e këti vendi, edhe këto ligje që ajën këto, në këtë vend, do të i përmbat atyre. Edhe kënë fund të pope në shkruj. E në shkrujti. A shtini kush me zërë? Jo. A im për nëj dikush? Jo. E boni me qef? Po. Tash, qka ma sandej? Kalzëm qka tash? Nesër pas nesër me dalaj, edhe me thonë nuk të një këtu ligje, ata nalën thëjnë një katal. Në të tërë kom rejtë vesh një herë 2, se herë në 3 të marrë me shtetësin. Krejt! Edhe plus të për më shkellim në aeroplanet të shpija. A ndodhë kështu? Për ndodhë pra. Pra, ti nuk për munësh me lujt me ligjet njerëzve. E për do me lujt me fetë zotit, me ligjet zotit, këta makana, këta s'makana, këta e du, këta se du, ke e mirë, ke më përshtatë, ke së më përshtatët. Pse s'pjethutës ligjeve evropiane, unë e praneve marrë shtetësine juve dhe me tutë, jo, ama me një kusht, ha, ju me këthy ligjet ju që makana mu. Që në ka neve shqiptarve. Neve shqiptarve në ka në me gra kjerë 200 orë, se në mësu me kjerë me kije, e me kual, dikona me gomar, me magar, e tani tash e në hiba që më BMW e në him kjerët të famshme, luksuze, dhe dhe në me gra 200 orë, nuk në vineve tabelat në 120 orë. Pse s'pe thua tje? Sepse din që nuk pinuj, nga se e ke pranu e këtë qëtet, e ke pranu këtu ligje, andaj dohet me përmbajt. Pra, në anë tash dalim ligjet e fes, ke pranu ti me qenë musliman, a ke pranu me qenë musliman po, e mirë, qka me ndove tash? Qka me ndove ti? Po tjetër, jëf, s'pëmoj, tjetër me thonë s'pëmoj, tjetër është me kundrështu me mëhu, ka dalim tash prap. Tjetër është me dalë me thonë, nuk mëj me agjëru Ramazanën, o ty ben mëj, ja ku më syde nga tiftarë, bëmë më ratë fekte edhe më më rënmete, kësh ka thej kryt. Po dalën kjo, prej personë të cilët që me agjëru bre, në shekull në 21 e menet njeri për hanguar papija, letë me seleti, që e njëta vepra, kë nuk agjeron, aj nuk agjeron, por nuk e njët këta të dytë, se nata me ditë, sepse këta s'nja nuk e matje në Ramazanin, por i pari o mundu, i pari e besaj se Ramazani o farz, se Ramazani është obligim, por për shkak që për rrethana ndryshme që zakonisht janë edhe imani dëpte, dhe fatë dhe shkak që kanë pa justifikush, por me gjithate, simbasti, mjaftojnë që ai më fut në grupin atyre që kanë të drejtë mas me agjeru. Ndërsa tjetëri, thët lirë, marrë çfarë të agjeruni. O bura e musliman, po musliman për çka? E ka zëmë të më qysh ka musliman, ka bën hajgar më Ramazan, le brat me sele se nuk është zotin zërë për një menajt për hangar e papi.
Mo marë mos fal ashtu. O, burr leti balla me besu Zotin, me pas në zemrën e mirë, se kur më sëllet me zgjeru. Tash dalojnë si nata me ditë. Allahu në allëzoft, në drejtoft, në mëshiroft, pra dinin do të besojmë të plot, sepse dini është i plot. Dërsa me të praktika, atë sa mundemi se cili. Atë sa mundemi se cili. Allahu në forcoft, në allëzoft, në falt, në mëshiroft. Allahumma amin. Profesor, nuk e di nëse e kemi ende në linë direkte të gjusin, po e kemi. Alo? Alo, selamu alaikum. Aleikum selam, Muftra. E përshëndesëm shumë hoxhën e nderuar. Allah e ruaj. Amin tonë. E kam një pyetje hoxhën, unë kam punu si kamerman me në televizion një 8-9 vjet. Po. E tash ju me pa punë, edhe ju më kanë kum xhiru një 2 dorsma. Po? E tash shpedia I kam qëtë pore halal, harama, qam ju bo qëtë në pore, sa ti ka posa, muzikë, edhe gra, e valkaj. E qartë. Mirë, faleminderit për telefonatën, nëse nuk keni diçka tjetër ju përshëndesim. Ja, kryo, selam aleikum. Aleikum selam. Allahu të rujt. Rëzkë është ndorë të Allahut. Se cilë njeri ka rëzkën e të saktuar. Pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam hadith të vërtet. Erdhi Gjibrili dhe më tha me inspiraj. Olen të mutë nefsun hatta të stekmile rëzkaha, dhe në ka me vdek as një shpirt, pra dhe bëbreci, I vesh njëri, çdo krijesë që ka shpirt, hatta të stekmile rëzkaha, deri sa të sos të hargjan rëzkën e vetë. Ska. Nëse shkrua edhe një kafshat me hamar buk, nuk I me dik, pe hamar që dhe kafshat buk. Nëse shkrua edhe një gotuj me pi, nuk I me dik, pe pjedh shtahuj. Harroat më sile. Në gjithate, ne kërë obligim me lip rëzkën halal. Me lip rëzk po pasaj me lip halal. Lipja rëzkët në për dasma dhe në për të bimet që bëhen këtë sodit nuk është rrugë bashkët që lune, sepse ka sprovat më dha, ka fitnet më dha. Nuk mund të më hojmë. Dasmat në këtë zaman nuk janë për pëllshmëri me islamin, nuk janë për pëllshmëri me traditat tonë, me kulturën tonë. Nuk në pëlqin neve, andaj edhe shumë musliman, që edhe pëtipi tyne, nuk shkojna për darsma, sepse në kanë byllë dherën, nuk për në lojnë me hi, ata së përtojnë mësë hajde, përtojnë hajde, po vetë fakti që bëjnë këtë mënyrë, në I bje që nësë mojnë me hi atë. Të kisha thonë më do me gjithë në një zanat tjetër, dikon Allah të rujtë. E ato para përdari, inshallah, përdari ato, por të kisha parasit e këshillo, më ndu me gjithë një pun tjetër, Allah e të letuft. Po. Kemi sërish telefonat, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. E përshëndes pari hoxhën, gjithashtu edhe juve. Faleminderit. Kam disa pyetje. Po. Urdhra. Jam e martume që 16 vite, I kam 3 fëmijë, burri ka qenë 11 vite jashtë, tashti ka ardhur që 6 muaj për krejt në Kosovë, po tashti problemi është që 2 vite e me shumë është e përdor drogën, jam e mbulume, motër muslimane, tashti e dyta punë, e kom re që është bioseksual. Tashti unë jam në halë të madhë, jam të jetu me ta, tashti shkatëm të të hoxha zdi. Aj, kënejmë ka lidh në dim, plutna, ti me mimu muë me mnejt hazër, këtë prap ka njerë vonohet, kur vjen më nxez, zdi. Mirë, soj faleminderit, me sa duket është rasti një që I kishim para 2 jave. Nëse nuk keni diçka tjetër, ju falenderojmë. Faleminderit, jo veç të pyetje I kam. Natën e mirë. Allahu ta letoft
e burrën ta dhe zovë, se kënë tokë zotit s'ka ka. Këtë në cilësit këqia. Droga motra shumë e poshtër. Ata në dhe matë poshtërën që ta që e binë drogën, ja mundësojnë këtyne me pi. Ata në të poshtër, po të poshtërën edhe këta që e lejojnë vetë vetën, jenë shumë të ligë, me rana të shkallë. Sepse ai cili lejon vetë vetën me rana shkallë të varësisë nga droga, ai njeri ka bët dëmë të madhë vetë vetës vetë, me 2 durë të vetë ka shkatru vetën, me men kry, që të men që i ka pas i ka hup dhe me të pa men, s'paku për qatë kohë, sa është i varë për i droge. E së prove madhe, shumë madhe, Allahu në arrujt, ja Rabbi, Allahu në arrujt. Për ata motër, e për ty nuk krym pun kje, por krym për ata që ndëgjojnë dhe për gjithë neve tjerve, do të me pas te për kujdes, djali me kanë për rën, burri me kanë për rën, farqëshni e ka. Sepse edhe me qenë djali më i miri, për familjes më të mirë, se të rën me haram, me drogirasha, me bandita, ka më ndiku për e tyne. Përmi 90% fëmijëve dëhanin e mësojnë për shokëve të vetë. Kalzëm të mu cili fëmijë mësën dëhanin për i babe? Cili? Shumë pak ka. Përmi 90% mësojnë për shokëve. Në njëtë në gja, ata të cilet vjedhen përmi 90% për i tyre këtë zanat vjedhe se mësojnë për shokëve. Baba nuk e thët vedhe vladit. Kalzëm të mu cili babe thët bire, qka bire vedhe? Jo, vëllaj. Po djali bëhet hajnë prej shokëve. Përmi 90% të djemve, trive të cilet pinë pije alkoholike, pësëhun prej shokëve, dhe ngjajshëm me të edhe ta që konsumojnë drogë. Andaj shoqëria shtepër me rëndësi me kanë për rëngë. Për ata pejgamberi ka thonë, alayhi salatu wassalam, hadith të vërtet, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut vet, mikut vet. Andaj le të ka kujdes njeriu kënë për bën mik, kënë për bën jaran. Burrin tënë të kam pri shok të vet. Ti me burrën po nuk shumë, jashtë zakonisht shumë. Me burrën me qenë ti pak i shtirë. Ti me burrën me qenë edhe pak i shtirë. Këtë rast nuk e ki gjënah mi bërtit burrët me kanë pak i shtirë. Me kërkun dime dhe për dikuj që i tutët taj, babës tina, laznive tina, dikujnë që i tutët pak. Për shambull, mës me lona si centë në gjepë. Që është me rogën e se ka rogën dime që atë ka, a i kur pare me dorën se ka peq mës me pas. Hyq! Mës me lona natën me dalë, me mshil, me lidhë me dry, me mshil derën, me qelsë, për du me thani me dry. Me qelsë me mshil derën, jasë ka me dalë natën. Shpe! Që të me nejtë? Sepse dëzezat e marrët zakonit bëhen natën, tje për thudin se pas vjen, shpi me nejtë. Ja njësë hallakatët qartët thu, apo shuka qës për jashta kur më shtusin, ose të thjeri policin. Le të dhënotaj, të për të mirëtin e ki. Si në të smuti motër, në smuti ka në dhe të rosh me dhonë me zare, ka në dhe të rosh me bërtite, tani pse për mbërte pse për me zare, pse ki për të mirëtina. Pra dhe kjo është i smut. Dhe kjo është i smut. Ata telefona që i ka në reja, hyqja, theja, telefon mësile. Bënë pak e vrasht, e shtirë, më du me thonë, e shtirë, pak e rëpt, ndajtina. Allah edhe zoft, ja Rabbi, Allah edhe zoft. Po më duket që kemi sërish një telefonat, alo? Apo jo, nuk pas në me mirë, 024 1566 14 qëndroni hapur, kalojmë tek një çështje tjetër. Selam aleikum, thot një pyetje për hoxhën, sa duhet me dhanë se qatin për grur, por i marrim edhe toka të tjera me qëra që i millim në grurin aty. Vetëm në të vetat për vetë. Po, shëqa. Shkort për bi. I më ledhë krejt grunin që e ke vjellë. Dhe pëtazami dalë 10.000 kilogram grun.
Bajnë men, dhe merë lapsin e shënu. Ta zami dalin 10.000 kilogram grunë. Mirë. Në 10.000 kilogram grunë i morë. Tani, sa pare kam investuar në to? I kam dhanë për qera 300 euro. I kam dhanë për ple 200 euro për artificial, për shambull, bojnë 500 euro. Qëtu 500 euro i hjek për 10.000 euro. Ku për 10.000 kg grunë, edhe në bes të azami 1.000 kg grunë. Për shambull, ose jesin 4.000. Qatë so jesin? Tanë në 4.000 kg grunë i jep 10%. E që i bie 400 kg në 4.000 kg grunë, 10%. Sasia minimumi që një shëriatët i themi një sabë, sa obligohet me dhanë zeqatë grunë, është dikon 640 kg për afërsisht. E që i bie, nëse gjanë ma pak se 640 kg grunë, nuk e ke bërç me dhanë zeqatën te. Qëka ti gjojsh 640 e për 1.000 kg grunë, e ke obligim zeqatën. 10% nëse nuk e ke ujitur, 5% nëse e ke ujitur ti. E njëta gjavlen për kalamac, e njëta gjavlen për të në drithnat, e njëta gjavlen edhe për perime. Speca, kastraveca, ku diun të që e kanë mileti ju. Po. Kemi sërish telefonat, alo? Pas ka ikur, 024 1566 14 qëndroni hapur, ndërkohë që mund të na shkruani edhe SMS pyetje në 024 1566 14. Po pyet një dëgjues, profesor, thot sa herë të ngritet sofra, gruaja ime thot gjithmonë elhamdulillah, por në të njëjtën kohë thot e bën edhe një dua, o Zot na shto ymrin dhe bereqetin. A është në rregull sipas? Po, bereqet është në rregull, është pse s'në rregull, shumë në rregull, Zoti e ruajt. Atë grume bo doa, qëfar të doa? Që doat jenë dy loje. Doa të definuara, apo të përkufizuara, apo të shënuara për qiellit kanë ardhur, apo për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të definuara. Doat. Për shembull, Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ka tekstuale kështu. Por lloji i dytë të duave është lutet njeriu doat përgjithshme. Doat përgjithshme. E kjo doat përgjithshme i bën çka ja thot mendja, çka ja dën shpirti zemra. O Zot të na bereqetin. Ja Rabbina në letësë rëskone, në letësë me fitu këta buke, këtë dinare, mësë me mitë pa buke, runa neve vlatët tone, ku dione. Duhat për gjithshme që i ban me gjuhën e vetë, me mendjen e vetë, me ndjenjët e veta, me shpirtin e vetë. Në mesin e këtu ishte edhe kjo, që ka që bën motra, o Zot shtëna ymrin, shtëna bereqetin, shtëna shtë harmonin me zveti, sofra simbolizën edhe unitetin rreth sofrës, dhe bashkone një sofer. Dhe bashkone një sofer, është bereqet, është simboli unitetit, e një bashkësijet vogël familjare, tanë për një herë hajnë. Dikush është ma undë, dikush ma pak undë. Por, as këtë që është shumë undë, nuk ngutet me hangër buk, para se më ardhë aj tjetëri. Po edhe këtë që është pak undë, nuk e shtynë ma sanej, kur të nëtohet ma shumë jo, tanë hajnë për një herë, për hatër të sofrës, më ullë të tanë një herë në sofrë, për bereqetin e sofrës, për bereqetin, kur ullën të tanë bashkë. Dhe kështu dhe të me kanë edhe familjet, veçanti nanat, e që i kësha këshillu, i kësha si gjëru, më që këthenit një buk një ka një qohët e një ullët, një qohët e një ullët, jo, por buka është buk. Kur këthehet sofra, dhe të më ullë të tanë. Ke unë, sofra këthy, hajdy ka fshatë. O që sofra më buk më slip, o kry me sile, dhe vjen o broke shujtje tjetër.
Kështu është në bereqet. Po. Duket kemi sërish dëgjues, alo? Alo. Po, urdhra? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Më respekt madh për këtë emisionin juve, ju respektojmë. Faleminderit. Edhe do sa një pyetje ose edhe selam aleikum ose inshallah do të jetë un pitkesh. Amen, edhe ju e tonë. Edhe faleminderit. Edhe do sa më apo pyetje. Po. Një burr më kalu 10 vjet me një femër. E grus në vit martes. E ta që ajo gruja më i. Me shku me mos që të rëkën e ky burri u metë me mo apet të kjo gruja. Kjo gruja e ka afru dashuri apet burrit dhe. Edhe ose ta dina me 3 fëmijëve, do ta me bu një pyetje se kush mundet më konë gjëna qarit në qëtë vren. Edhe ose që kjo gruja që e ka Ru dashni burri sa që ka kësyn të apete nuk e ka morë në të kesh. A ose aja femna që e ka morë tjetër e kënë, a kjo burri që ka kalu 10 vjetë e mu e adin të nëtoj ka dhejtë burrin se a bën mu martu, a jo gruja i ka thonë po, që gruja unë bëllu tash, edhe ose i falë 5 vakt, ata nuk janë të tumë, ka zdosa që të pyqim e avore së për të ju, selam aleikum. Mirë, aleikum selam, faleminderit shumë, ashtë të kjarë për juve, profesor? Pjesërisht. Çështja është këtu. Faktikisht këta kanë disa vite martesë, po të njëjtën kohë ky burri ka qenë lidhje me një gru tjetër për 10 vite. Dhe pastaj ajo gruaja ka shku ka marrë dikën tjetër, ndërsa ky është kthy te gruaja e parë, ndërkohë që ky thotë gjatë gjithë kohës gruaja i ka thonë mundesh me marr ata. Tash në krejt këtë histori prej 8 rreve cilët janë në gjynaqar. Kështu e kuptova. Po. Ajo grua e cila i ka nejt burrit vetë besnik, ajo është më e sinqertë, nuk diskutohet. Ndërsa burri i cili ka ngomos grave të huaja, është gjynaqar. Po dhe gruaja tjetër e cila ka marrë burrin vir, burrin e huaj edhe është gjynaqare. Sepse ajo do bashkë me burrin me definu punt. Punt është me definu. Me trigat e lugë nuk hahet, populli thotë. Jo grajt djatë, grajt majt. E që i bije, jo bismillah për martohëm, të bëhet që ka të bëhet, jo për ndahëm. Sepse nuk i ka hije, muslimanëve me bu avantura për quaj që ashtu nuk i dhja kam drejta, ja. Nuk i ka hije. Kështu që gabim ka qenë e pun, gabim ka qenë, por Zoti i falt. Ti dhe sa nuk din që ka themi ne, Zoti falt, a gruja e vetë e para, është gruja mirë, është besnike sinqert, e cile e ka thonë, ti nëse veç qas fort je bo marak, në te, merë burë bërë të shpija. Merë bërë të shpija. Dhe kështët me konë grote mira, e thonë burët, mëse nga se kaqeve, mëse nga se kaqeve së të ka hime nga se kaqeve. Si e babi thmive, i martonë, nuk ka hije. Po nëse ka arsye të fortaj, ma mirë bërë të shpija vla, se sa me të pahalkin e për qyshin e për skutën e për unë e zëtë. Allahu na drejtoftë, na udhëzoftë të gjithëve. 024 156614 është numri ku mund të na telefononi, por edhe të na shkruani SMS pyetjet. Kemi dëgjuesin e radhës, alo? A kemi? Apo për pas ka ikë, si do që tjetë profesor, po bëjmë një pauzë të shkutër, pastaj do të rikthehemi në studio, e ndërkohë që ne ju mirëpresim në 024 156614, në qoftë të na telefononi direkt apo të na shkruani SMS pyetje, ju qëndroni me ne. E jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues dhe do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit. 024 156614 është i hapur ku mund të na telefononi, por gjithsesi edhe mund të na dërgoni SMS pyetjet në po të njëjtin numër. Ndërkohë që përderisa ne të kemi ndonjë dëgjues tjetër në linjën direkte, po filloj me marr pyetjet të cilat po na arrin edhe nëpërmjet SMS-it. Profesor, është një pyetje në lidhje me emrat, thotë a është e lejuar sipas fesë nëse fëmijët i emërojnë me emra shqip. Shembull mund të marrim thotë emrin Lira, Vlera, Urata, Ljom, e të ngjajshëm. Bismillahirrahmanirrahim. Patjetër se është e lejuar, patjetër. S'ka pse mos jetë e lejuar. Allahu Zoti din të gjitha gjuhët.
Dhe është drejti jonja si shqiptar me emërtue fëmijët e tanë me emrat gjuhës tonë. S'ka gjatë keqe. Ase se s'ka gjatë keqe. Po. E ka dërgu një dëgjuse një pyetje, selam aleikum, thot përshëndetje për juve hoxhë nderuar, un jam që 3 vjet thot në Francë, e babam ka vdek para një viti në Vorim, thot nuk kanë qenë asnjë nga familja burit sepse nuk i ka leju vjere, sepse thot ai është shpreh në atë mënyrë duke thënë që ai nuk ka vdek, por ka cof madje thot e ka emëru babën tim edhe me një emër të një kafshë, ndërkohë që thot unë nuk flas më me të me vjerin, më thot si me vepru. A është në rregull kjo? E kemi edhe një dëgjues linja direkte, e marrim pastaj që të dy pyetjeve u kthejmë përgjigje. Alo? Alo? Po, urdhra. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Jam një dëgjues nga Ulqini. Po. E përshëndes hoxhën Shefqetin shumë. Na ka marrë malli më ardhë në Ulqin Shefqeti, ka qenë para një 2 viteve, na ka marrë malli shumë ardhë pret, me na majtë hytë në Ulqin. E kam pas disa pyetje për Shefqetin. Hallo, apo më dëgjoni? Po, ne po dëgjojmë, vetëm vazhdo. Atë më mirë. Unë jam një djalë i ri nga Ulqini, kam filluar më fal. Kam fitnesin, jam të majt fitness për 6 vite. Por kam një problem se kam rënë me vazhë dhe baj ashtu aerobik. Dhe më thanë, ata vishen me trener, nuk më lohen fare, por unë e kam punën ashtu. E kam dash një përgjigje një marrë për hoxhës. Faleminderit. Mirë, natën e mirë, ju përshëndesim. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Po, ktheu të pyetja e parë. Sa është më rëndësi, të pyetja e motrës nga Franca. Rasti i rrallë pasë pëpë dhe i randë. Nuk është lehtë me dek miku, me këshpije, nga cëla danë qoftë. Me këshpije është qoftë nga anë gjallë, që nga anë qikës qoftë. Nuk është lehtë me dek miku dhe mos me marë pjesë varre. Runa zëtë, vesh me pas me kohë, në bela me zvete. Për ndryshe, nuk justifikohet mos me marë pjesë varre. Sepse varrimi është maksimumi, është fundi. E qka mua nëse nuk merë pjesë varre? Qka? Për ata nuk mund me pajtu kur 2 persona në katon, në lagje, në karabat afer, nuk flasin me zvete, gjithsesisht gjën për gjënahet më dha, por vdes njëri prej tyre, apo njani familjes, antarët familjes, dhe imaginas, ndek nuk shkan, pa ndeko borë, janë 500 vet, janë 5.000 vet, janë 1.000 vet, më përzime 500 vet, 1.000 vet, nuk i në gjendje edhe ndek me marë pjesë, ja, kje punë nuk është letë, me kuptu. Për adhe në këtë rast, qka dhe qoftë këtë baj mik, këtë rast baba i nusës, a ka qenë pijanet, a ka qenë shpion, a ka qenë, ku të s'pëdish me menu ma keqë, s'pëdi, bandita, ku di unë, me që tha të mik shpije, o vla, Allah të ka zatet me të ka lidh me të mik shpije. Të mikën e shpijës më nështë mësme dasht, por e ki mik, do të me thirë në drejk, do të me thirë në dek, do të me shku për gëzim, do të me shku për edhënim, nëse djenë do të me qelë derin, me qit një kafe. Dhe si që ka nej baki, ja gëzohesh. Edhe lutesh mos me të ardhë, ama kur djenë do me qelë derin, thë me ke kam. Me ke kam. Ose, i ki 4-5 reja, dhe të 4 rejave ja u dënë prindit e vlaznine, të 5 nuk ja dënë. Po, për që i dënë ata, është diçka tjetër, ama nuk u zënë tash edhe këtë me leqit krejt, sepse qike ti është në shpitane,
është rejotja, është nëse djallit tënë, është nanë, nipave tu, fëmijëve tu. Ka diçka këtu që të më bu për hatër tërkujna. Njerëzit kanë nuk e kuptojnë këtë sende. Ja krytë të temë ma thëtë mu që është o burë. Krytë të të vëta thëtë, pikës pari ata kryë e ki dalash. Dhe bindër e ki dalash. Por, ka diçka që dëhet me bu për hatër tjetër kuj, anë pse krytë të të nuk të thëtë dhe zemra nuk të thëtë. Pra për hatër trez, për hatër djallit që ka meq, për hatër livjes që e një meq për ta 10 vjet, 3 vjet, 5 vjet, që të 3 dit. Motër vje rrët ka bosh shumë keq. E nuk e dine pësa ta djeme kanë ngu. Më ngu mu te më ngu mu. Që të hoxhen të mirës e të keq, të isë qërë dush nuk prish pun. Të keqen nuk le këthen me të keqe. Duha të them, nuk le qitesh për viherët. Viherët, le të më bën halal borët, por viherët, vetë që ka kalëzue ftyrën e vetë, karakterën e vetë. Kur që ma shumë, babëhet nuk ka met mi dhej. Nuk ka met mi dhej. Por e të regan kulturën. Viherët. Andaj të dhëtë më silë më botë. Nuk bën me të njëjtën mënyrë më silë, veçanti për hatër të burrit. Sepse të pëhan shpëtyne, për shpëtyne, për jetën shpëtyne, i martu me djalin e tyne. Mon është mësë me dasht vjerën dhe në kiamet. Dhe plët gra ka që ty bëni dojnë vjehrit, së me symi pa. Ama ke nuk zënë mësë me i folë. Se thue, selam alikum, se avë qotë, ose ajni mirë, name nuk bëhat, name nuk bëhat. Sens të hupë, nuk dëmë tënë, veç atë ngritë të zoti. Veç atë ngritë të Allah dhe të ngritë të burët, të ngritë familjate. Andaj falë Allah të rujtë. Të rast që ulqinit, zoti rujtë, falemderë të një kemi malë për ju, e ulqinak të dojmë, ulqinin e dojmë, më duke të është për pjesë më të bukura në botë që ka kriju zoti. S'pak i mua është, më duke të veçanti pjesë e shtojtë të ndej, e bërgdeti mrekullueshëm, që kush ka jetë që më shtohet imanim dhe si meditoj në madhështinë e Zotit, krijesave të Zotit që ka kriju Allahu. Por rrallë shkoj edhe më të s'kam qenë, edhe te natyrisht në vijeshtë krejt, apo më pron verë herë, sepse verës nuk mund është me shku pe i kalavlakit të maltë njerëzve. Së do që tjetë më rëndësishë që ati me qenë mirë, e me punu e me vy, e me që me ndën ju për para. Se për këtë punës tane i ndërun, unë që po kuptoj, se një më kujtove të një rast identik, të kaloni ditë në Prishtinë, nga një lagje për lagjeve të Prishtinës, ndala të një person, e një si figur, por jo më shumë, edhe ai personi kishte fitnes. Unë vallahi mendova që ka fitnes që shkan tjertë. Tha jo, tha në ka fitnesin, vinë dhe vajza që tu, e ti që ka bën ti? Unë e tha, jo shtreja tu. Qysh? Po tha një mësës të më ranisën në ranë, veshen teshat të sportit, a desha, vesha, që këtë që veshen ato, a gjësëm që vesha, me teshat mushta, s'di që veshe, nejse, dhe unë e shtrej, me hu pesh. Thash puna jote nuk ka punë mirë, sepse është punë shumë provokuse. Është punë provokuse, të lutem. Pasha Zoti punë provokuse është. Dhe lutat e më nomja boqarën me gjithë një punë tjetër, të thash pas ke darët, pas ka që Zoti punë miri, pas ka në rukët biznes. Në govë laun, tha do të bëj inshallah, e nuk e dita shë ka buaja. Një të gjapo të me dhe ty Allah të rujtë. Nuk e di nëse kemi ande të gjuhësin lidhe, alo? Dhe me norma, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, urdra. Deshta me bo një 3 pyetje hoxhë, se nuk ka problem. E para është, kur po binë ruku,
po mënona me laku shpinën deri sa të shkon, domethënë deri në fund. Mirë, po me çu shpinën me laku deri në fund, atë këta muskujt mbrapa mas gujve që janë, po si po më zgjatin qysh po më dhamin. E desha me pyet hoxhën deri ku do të domethënë me plotësu rukun, a do domethënë më kon 90 shkallë, apo deri ku të shkon shpina, edhe ato të më dhon domethënë zor me shku pak më shumë atë çështë puna. Pyetja e dytë është, a është e njëjtë sevap se nëse nuk qohesh pi namazit, po më nuk qohesh pri vendit ku ke bën namaz me bë dhikrin, edhe sikur qohesh vetëm për më marr të spita ulesh prap njëjtin vend, se kanë herë domethënë nuk po harroj, po du mi marr të spit për me bë dhikrin. Mirë, po tani po tutna që nuk i kom tjetët sevap, se kom dëgjuar që ai i cili nuk qohet pi vendit pas të kryer namazin, edhe bën dhikrin ka shumë sevape. Çështë këto pyetje falenderoj shumë, Zoti ju shpërblet. Selam aleikum rahmetullah. Aleikum selam. Sevapën e ki njëjtë, nuk ka behane hiç mesele e para. Ndërsa e dyta se përket rukuz, që me drejtu shpinën në 90 shkallë dhe kam të muskuj të gojë që shta me drejtu mirë dhamin. Dhamin. A shep se prej urtësive, prej dobive, prej të mirave të namazit, është edhe ushtrimet, gjimnastika e krejt muskujve të trupit. E shef? Po mos të ishte namazi. Miliona musliman kur ushtrimet shkën bon jetë. Miliona musliman. Por namazi o obligon muslimanëve gjimnastiken, zgjerimin, zgjatjen e muskujve. Pa fillon nga vetja ime. Jo rrallë herë kur qohen me ngjez, jam i lodhur se kam ravan, se më kam jaftu gjumi e tjerë. Dhe me zishka i në gjami. Por, anë pëse sabahi ka vetëm 4 recate, por kër e fali sunetin dhe mundohem fort të drejtoj rukun, që shtati qashtu, të drejtoj kam të mëm gujt, dhe më zgjatën muskujt dhe rrigjat në ruku, rrigjat në seqde, e kutule mes 2 seqde, e pas tajt njëtën gja për sëritin farës, ndodh zgjerimi muskujve, qarkullimi i gjakut, fillon truni mu kthjell, mu këndell, dhe për këtë çështja rreth 15 minuta 20 para namazit, mas namazit jam gjendje krejt tjetër nga ajo që kam hyrë namaz. Jam marrë xhami me sy mshil, jam dalë për xhami si kthjell, tamam. Pra një prej dobive të namazit është edhe gjimnastika. Namazi të zgjeron muskujt, namazi të ashtron shpinën e kamte, pa namazi e logjikë, namazi është dhurata më e madhe e Zotit për njeriu. Po. E kemi një të gjuhë, salam. Selamu aleikum. Aleikum selam, urdhra. I kësha pas 2 pyetje për hoxhën. E para, a u kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa me kate, edhe dyta pyetje, nëse një njeri bën kufër të madh, kështu që mas që ka bën kufër të madh, penduhet apet, çka ndodh tani me veprat e atij, me hasanetet edhe me haramet. E qartë. Mirë, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Çdo të mirë për juve. Faleminderit. Natën e mirë. Allahu trujt. Prej cilësive të pejgamberëve, të krejt pejgamberëve, është el-ismetu. Prej cilësive të pejgamberëve. Për shembull, ta sqaroj më mirë. Një prej tyre është me qenë burr, mashkull. Një prej tyre është me qenë i mençur. I mençur me qenë, se budalla pejgamberit së bëhat.
Një për tyne me qenë el ismetu i mbrojtur nga mkatet, i mbrojtur nga gjënahet, i rujtun prej gjënaheve nga i madhi Allah Azza wa Jall. Këtu janë një ujdi konsenzus krejt ulemaja dënjas. Ani pse, tani ata kanë fol me zveti, pejgambert, a janë të mbrojtur edhe prej gjënaheve të vogla, se prej gjënaheve të mëdha, po se po, apo ata bojnë gjënahet të vogla, e pastaj va falë Zoti, pra për gjënahet të vogla ka muhabet, ndërsa për gjënahet të mëdha nuk ka, janë të ruajtur prej gjënaheve. El ismetu, cilësi, për cilësive të pejgamberëve është se janë të mbrojtur prej gjënaheve, ata Allahu nuk i lën me bo gjënahe të bareke wa ta'ala. Allahu i mbron. Ndërsa sa i përket gjënaheve që i bojnë njerëzit kur të pendohen, Allahu u fal gjënahet njerëzve, vetëm nëse është hak i robit. Atëherë do të më lip halalun nëse më kthi hakun. Përndryshe, nëse është hak i Zotit, Allahu ja fal gjunahet kur ai të pendohet. E pastaj ka problemat të cilat kanë thënë se Allahu edhe punë të këqija që ai ka bërë, por kjo vlen për ata të cilët janë pendu illa men tabe wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Atyre Zoti va kthen edhe punë të këqija në punë të mira. Punë të këqija va kthen në punë të mira. Këtu ka muhabet mes ulemave që anti tek ju muslimant, të cilët kanë punu sa kanë punu periudhën kohore sa kanë qenë se jo musliman, e pastaj në këthyën kanë vërtu në islam. Çka bëhet me veprat e tyne që kanë punuar gjatë periudhës sa kanë qenë jo musliman? Rreth saj ka muhabet apo ka bised mes ulemave? Po. Nuk e dia, kemi dëgjues 024156614 qendroni hapur, ku mund të na telefononi direkt. Vazhdojmë të marrim edhe pyetje të tjera. Thotë një dëgjuese, profesor, jam një motër muslimane që po kërkoj një këshill, thotë a kam gjëra me shku në det me nëse rrithot e veshur dhe nuk lahem, por vetëm për shkak mja u plotsu dëshirën fëmijëve. Cila do të ishte këshilla juaj? Këshilla jam është fëmijëve dëshirën mos ja plotso kur çoj fëmija në gjuna. Nëse është pa qare, me shku ndo një vend bregdet ku nuk ka njerëz. Për ndryshe, midis plazhe, ku janë përplet, burra dhe gra, jo gjësim lakoreq, po gati ka i lakoreq, vallahi së në regull. Për muslimane nuk kanë regull, jo motër nuk kanë regull. Po. E kemi një dëgjues, alo? Alo, apë në dëgjan? Po, selam aleikum. Aleikum selam, urdra. Jam një dëgjuese, dua të bëj një pyetje nga për hoxhën. Po. Jam 7 vene dhe vuaj nga epilepsia. Ndërsa gjendja ime është e rëndë. Dua ta pyem në muajin e 4, dua ta pyet hoxhën se a lejohet abortimi apo jo rreth kësaj. Po mirë, vazhdo. Do një përgjigje nga hoxha i nderuar. Mirë. Atëherë inshallah do ta merrni përgjigjen. Ju përshëndesim, çdo të mirë për juve. Edhe juve gjithashtu. Allahu ta letoftë motër, e të shëroft, ta letoftë ja Rabbi. Fëmija e që duke tash është më është i gjallë. E keni gjallë. Dhe nëse keni fëmijën e gjallë, nuk bën me hik, sepse e ka shpirt. Tash do të më bëj sabër. Po të kishte qenë muajin e parë, një javë të para, ka qenë shumë e lehtë. Por tash është
aran. Nuk ban Allahu të rujt, ja Rabbi, e të shëroft, e të letoft atë lindje, e të boft djallë, apo vajzë dvyshëm, e të shëndosh, e të dëbishëm, e të frytshëm, ja Rabbi. Profesor, një tjetër dëgjuese thot jetoj në Gjermani, kam 12 vjet martesë, kam 2 fëmijë dhe tash sërish do të jem shtatzon muajin e 6, por kam një problem të madh, thot që 4 vite me burrin nuk jemi as pak mirë. Pas shumë vite thot unë veç e kuptova që ai më ka traftu dhe ka një vajzë me një të krishtere. Këtë gjë thot unë ja fala dhe kërkova një fillim të ri prej tij, por çështja është ai luan në automata, as jo në ato lojrat atje dhe ka pru thot punën deri në as shkollë sa I kemi humb 3 shtëpia. Nuk ka më mundësi thot me paguas banesën, kemi me thot rrugëve, pa shtëpi, pa banesë që 3 vite thot kom punuar shumë pa u ndal, por mbetëm pas gjithë sepse gjitha paret I çon në automata. E bedu një këshill si me vepru sepse kom duru dhe ju mundu deri këto, por nuk po mundem pasi e pruni punën tek këtë gjendje. E kemi një telefonat, pastaj kthehemi kësaj. Alo. Përshëndetje. Urdhra. Jam Lori prej Drenica. Po, urdhra. Sa me përshëndet hoxhën shumë. Edhe kësha dorë një bo dhe pytja. Po. Kështë së pare, vlavën ka vdek aksident. Por aksidenti ka qenë qëllimisht. Dhe më dhënë familja e kanë falë. Por unë jam e jetur për hakmarje se nuk për nërosën që shokonë të arrejnë shumë. Edhe pytja tjetër është që për shonë dhe natë për natë u kojtë. Po kërkëm të shkaj për meje me vonë për ta? Apo qka? E qartë. Mirë. Po, natën e mirë. Natën e mirë, sot ja u letë soft, e pas të më shiru vlanë tuaj, pyetja është e kjo, profesor? Pa thot vëlla ka vdek në aksident? Aksident qëllimshëm, familja ja u kanë falë, por unë jam e jetur thot për hakmarrje me E ku për din kjo që ka qenë qëllimshëm? Ku për din? Jo motër. Nuk e ki mirë. Nuk e ki mirë. Për që jetë shme për hakmarrje, të kanë zemra, dhe dhem zemra, vla është I shtrejt, kërkosh vla nuk bëhat. A I që ka men, vla nuk bëhat kërkosh. Vla nuk bëhat as burri nësi e be femen. Nuk bëhat as gruja nësi e burr. Nuk bëhat as fëmijë. Vla nuk bëhat kërkosh. Dhe të kondër të në motër kërkosh nuk bëhat. Gruja nuk ka motër. Djali nuk ka motër. Qika nuk ka motër. Motra ka vendin e vetë. Të që duke të këtë qenë shumë e lidh me atë vëlla dhe e prej karant. Edhe po mu me të kuptu plëtsisht. Edhe po më dhime shumë. Inshallah Zote ka mëshiru e ka falë. Dhe inshallah ajo mënyrë e vdekjes e ti është spastrim për te, po edhe për juve familjen e ti. Këto janë dy sene. Në një nuk je sigur 100% se aje ka bërë qëllimisht. Vdekjet në komunikacion nuk quhen vdekjet të qëllimta. E dyta, edhe nëse thuti I ki shumë fakte se ka bërë qëllimisht, dhe nëse thu për deri sa familja ka fal, kjo punë mbyllet deri në kiamet. Tek ne në shariat, në legislatorën islame, bashkër punë e gjakut këtu. Nëse një antar I familjes që kanë të drejtë trashëgimie e fal gjakun, gjaku I atij në vrasësit është I falën. Kjo punë kry. Me fjalë tjera, nëse antarët e familjes që trashëgojnë atë në pasuni janë 10, janë 15,
I ka 7 vllazën, i ka 7 motra, ka babë, nanë, këta bën 5-6 muaj që trashëgojnë atë. Dhe njëri prej tyre çohet ja fal. Asnjë të tjerë, kur do qoftë, çel do qoftë, i parë i fundit çel do qoftë, krejt bie nga të tjerët haku dhe nuk kanë të drejtë asnjë të tjerët me thana nuk ja falu. Këtë rast, përderisa familja jote ka fal, do të tim ja fal. Nuk ja fal me zemër, por dohet me harrukit me sil me thonë une, jam e jetëshme për hak marri, harrohet me sil. Por thuj, Zoti mart hak nëse e ka bo me qëllim. Ngo vlla, e mos të shqen ty tash shejtani për prap, se shejtani ka qef dhe synon me fut muslimanët nga të rreza, në bela, në gjak derdhje. Allahu na ruaj ya Rabbi. Profesor, kemi këtë dëgjuese kemi në linjë që po don mu kyç në bisedë. Atëherë urdhra. Përshëndetje Hoxh. Unë e di që është e qëllimshme sepse o kanë të punu taj për 50 euro për punor rejtar. Edhe do me thonë kërë arpi shpije e kanë lënë prokolic edhe e ka prek tullën e ka që prokolic e nalt e ka parë dhëtën që ora nuk u këfi me marë. Mas një ure e kanë marë edhe nuk kanë dash me qëtë një ku heq. Se me pas marë me Hoxhin dhe unë a i ishtë gjallë sëtë. Po o kanë që me thonë na fukara edhe me s'ka se ka vonë se ka dash me mshik edhe fajnë. Në gjykatë ka shku ka rejt atje ka thonë që a po mine? Po. Në le që të rajde vëqka. Dhe në gjykatë shku ka rejt 3 deklarata ndryshme ka thonë që im një shku të një hojnat edhe do me thonë në badi me jam të full me Hoxhën. Edhe ka thonë që ka ra vetë i prokolice. E kështë qysh mundet me thonë që nuk është të qëllim që ke punë. Kur nuk në e në 15 vjetë, nuk në kanë një ndërë asë njoni. Që në fa fukara asë në kanë dashtë. Gjalli mi gjithë balës është. Edhe nuk në kanë dashtë. Mas 15 vjetë e në kanë një mena. Në fënika. Edhe dëjnë një mumë në rejtë shpijen. Edhe babi jam o pëndu që ka falë, se qaj djali që ka falë vetëm 3 ditë ka nejtë në bërgë, se paja të ujtë hava Hoxhin dhe umë. E vlau jam ka shku e kërkush nuk e ka në ta heq. E për qëta sa shem e jetu të hakmarje se a i si ca renët, shëtitët me kërë bës, zonin kup qilës kërët, edhe nuk janë një heq. Që ka me thonë kësë punë Hoxh? A për në gjane? Po, profesor. Qartë. E kështu. Unë nuk po di Hoxh ka me bo. Natën si po fejt një arë, s'po moj me hangër bëk, s'po moj më min. Ku i shta familjen të vajtu. Në nësët, se kena pas më të madhen. Vënë si me martune kena shtim vej. Edhe kështu nuk është letë kjo. Se qëllimisht e kanë ba Hoxh, vallahu qëllimisht e kanë ba Allahëm dhe nëvë në qëse raj. Në qëse i hinë hak pina. Mirë. Të dëgjumë ne tash të gjanat e neve, Allah të rujtë. Po, okej. Të gjanat e neve tash, po. Mënyrë që mi dhanë hapësirë tjere se më smendzan lidhjen. Këtë që pëthuti na po të kuptojmë. Dhe Zotë më se dhashtë me para gjykua pa me ta kozu që parana pështana pa pa kanë jo, ne nuk në ta kanë jo ashtu dhe. Mu po më që ditë fakti shumë që përthu ka nej 3 ditë të dalë për burgit, nuk e di, ke po më që shkan të këshkan, janë hetost, është policia, është prokuroria, është gjykata, janë ka lablak faktora, të nuk kanë njeri që vendosin për një drejtësi, respektivisht për një vepër penale, me denu, apo mos me denu. Edhe onë, i vetë shumë pas njëna në guzojnë me para gjyku, sepse mujnë me hita është hake dhe shtetit. Se gjëna nuk mujnë me para gjyku, nuk guzojnë. Por, për këthejna prapë që aty ku e pato ma herët motër.
babait e ka falë. Babait e ka falë. Plot njerëz kur e falin e bin pishmani. Për ata disa njerëz, në veçanti të ju ndrenis, po dhe nduka gjenë në tanë. Valla gati këtë kësëm, por pak ma shumë e juve në tanë. Ndodhë, disa raste, babait sigurisht të dinë së është maj vjetër. Mas i tja falin, mas një ave, mas një muaj, mas 10 vjetë, 15 vjetë, qohët dhe më rakapet. Pyetja pse? Se kanë rëpeshmoni mas ja kanë falë, dhe ka fërmëzu drejtë që bëm plus njerëzit, se njerëzit këtu lujnë rallë shumë. Njerëzit e mirë vinë thënë të lumët, Allahu të falë për gjehnemit, që e falë një njeri. Edhe kërë mytë me qëllim, se edhe jaj që mytë me qëllim, pëndohet, shumica ty në pëndohet, me momenti që kërë veprën pëndohet, por dreqi i fryti e fërmëzaj dire sa bon i veprën, si të bon veprën pëndohet. Pëndohet. Pra, i bim pishmoni që kanë falë, edhe njerëz të mirë shkojnë i thojnë, të lumët, Zotit rujt, të pagoft, të shliroft, ata të këqit, shtifcat, shkojnë e thënë të qëshja fale, e haltë ke përthejnë se ti jetëz, e haltë ke përthejnë se me ty lunë gjithë kosh, e bam, njerëz të këqi. E njerëz të këqi nuk të lojnë as mirë me pa. Njerëz të këqi edhe kur ban mirë vinë të shtinë të bojnë peshman që ke bo mirë. Njerëz të këqi. Për atë arsye shpifsi kanë thonë ulemaja është më i keq se shejtani. Më i keq se shejtani. Sepse shejtani vjen shpif, të rrenë e mënohet me të nxit pa pati, ndërsa shpifsi del përpara. Edhe të jamus për mbesana, unë ta du të mirën ty, të të dalë në vrata. Pra, nuk jenë rast të tralla, ku mas ja kanë falë, jenë dalë i kanë vra. Ja, harro ato, harro, edhe ty për thëmë harro. Baba që ka falë, thi babës më si birë pishmoni, o krija me sjele, o babë. Ti, e vlad i yti me dorë tonë e kështin dhe e vladin ja ke falë hasmit këtë rast të pas ke pas tonën kushere Allahu të falët e të pagoft ke pun ka marë fun dhe herin kiamet. Nanën tjetër motër të themas me kanë që ashtu e shkan gjallë e jo nuk ka qashtu pasha zotë nuk ka qështu se vlau tën ju ka sos e rezko e të i ka mërë pak me herë të në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që arë Gjebraili e thët unë ka inspiru Gjebraili pe anës Allahut se asë një njeri nuk ka asë një kryes nuk ka me vdekur pa e plëtsuar, pa sus, pa hargjuar reskonoj motër. Vlau tën pa shatë madhin Allah i është hargjuar resko. E resko, firmarja, uje, boka, reskjan. E që shetën për to. Kur hargjuan që to, pra vjen në gjeli, edhe vdes. Vlau jëtë, me qëllim, pa qëllim, në traktor, në kam, në shtrat, në gjumë, qut, në lumë, në aeroplan, në tren, ku do të qoftë, aj e gjellë ka pas ishdik aj. E tani, nëse ka bo me qëllim, aj ka ti livrasës, nëse ka bo me qëllim, aj e ka gjënahin, ja mërë këti gjënahet krejt, dhe është gjënaqari madhë, që bo sebeb që ka myt njerin. Kaq, për nëryshe, shpirta njerëzit nuk marrin shpirt me Allahu tan i është hargjuar rezko i ka ardhe gjeli është dasht me tek
kaq. Jep një garet janë i tjetërit, e lidhme me Allahun për e zërë, Zotit të i motër, se Allahu ju ka sprovu, e aj i sprovan të mirët, i sprovan ata që i dan, i sprovan muslimant, për me forcu, për me i matë, me i sprovu gusant fort në din, dhe me ngrit lartë. Allahu afladit zemrën, prindve tu, e ty, e tanë familjes, ja Rabbel Alemin, e u arrujtët a vlazni tjerë që e kene jojtë edhe juve, inshallah vlan e gjonin gjenet, ja Rabbi, e lëtnë për të motra jem, e bëni doa për të qajnë diman vlau tënë, lëtë për vlau, fal namaz, lëtë Allahën në seqte, o zoti jem, e morë vlaun tem, o bo sebe filani, o shku për i dare, o shku për risk, me na majt neve familjen ton, nuk ka vdek na për aparata, na për harame, për një që pa ta e motrë për burd vet atje, 3 shpia na i ka shit, a i ka mundësi me nëza deka na për ato aparata, na për kafe, na për dreq, deka deke njëta, por ndryshe kur shkan des në rrugë të Zotit, të ushqy familjen, të bo kurbani familjes, dhe ndryshe kur des në rrugë dreqit, të nga mas harameve, e mas aparatave, e mas bastoreve, e mas drogës, e mas vjedhës e hajnis, e tjere e tjere. O Zot fal e vllaun ton, pëshiroj e vllaun ton, ja Rabbi bën javorën bashkët gjenetit, e babës e nësë tladitja zemrën, ja Rabbi, tladitja zemrën, e bashkaj me ta bashk, po dhe neve bashk me ta, lula gjenetit, ja Rabbi l'Alemin. Allahu afladit zemrën, ja Rabbi, Allahu afladit zemrën, ja Rabbi l'Alemin, Allahu afladit zemrën, ja Rabbi i qëft sabër, e gajret, e pas me shuru vllaun e ju, dhe çdo vlla, dhe çdo musliman, i cili vdes, ja Rabbi, pa dhe neve kur vdesim, e kur të futim në dhej, Allahu na mshiroft, e vorrët tona na ndriçoft, e na zgjeroft, e jetën vërrezën na letësoft, ja Rabbi l'Alemin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Profesor, do thotë kjo që ishte e fundit për mbyllje për sonte, sepse më duket që po ma bojnë me dije që kemi një dëgjues, por edhe kësaj dëgjueses që ti mos ti mbesim në hak. Ku henu termometra? Kësaj dëgjueses me problemin me burrin që ka qenë shtëpia. Mirë, a e kemi dëgjuesin? Sepse kemi morë të na qiti pak. Po. A e kemi dëgjuesin? Po, urdhra. Roma. Mirë mbrama, urdhra. Unë një pyetje që ndërsa për hoxhën. Po. Shpesh të fal, habit në ose e thëmë kur t'jëm ose e thëmë me do ma tepër ose në një mangët ose ka një herë harroj bi sejtë ma tepër, ka një herë ma pak, më përzijin edhe ka një herë më ka ndodhë të fal në namazin e akshamit. Sa veti kije? I kom 28. E Allah e truj që o Rabbi, ka ki të lashe shoma? Po i pak në shta stres të punës, po ju kështu me se qitet. Diçka stres kiti, po Allah që përbë. E po mirë, faleminderit se kupton. Edhe një herë më kanë do veç e dhënë të përfundoj, në aksham, atë fal akshamin, në që mi bo 3 rekodi, më do 4. Mirë dënë, po qartë. E nëse ki mundësi një shpjegim që shkorrigjohet kjo nëse i bjen nëse të kujtohet gjatë namazit, dhe më thonë që ki gabu. Mirë, faleminderit. Çka nëse ke shtu diçka, çka nëse ke harru diçka. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Selam aleikum. Aleikum selam. Spari harresa është pjesë e njeriut, në namazë jashtë namazë, gjithkohon harron njeri. Së dyti, sa më shumë pas angazhime, strese, telashe, tani shtot edhe harresa. Në namazë është për më na qetësu, po fatkeqësisht, për thëmë e keqardhje, nuk për shijojmë sa dohet ëmbëlsirën e namazit, se për bujna shkeleshka, shpejt e tjere, për ata edhe nuk për na qetësan sa dohet, për ndryshë namazi është me qetësu robën e Zotit. Dhe së rezultat e kësaj, që s'për na qetësan të në për harrojmë. Nëse harran namaz, edhe të bjen namazin men, Allah bën se visejsh dhe në fund. Bën se visejsh dhe në fund.
Nëse ke mundësi me përmirësue gjatë namazit, për shembull, në recatën e dytë, në vend që më net ullën të hijat qosh, tu çun kom, dhe bjen mend. Ulesh dhe vazhdon të hijat. Por nëse qosh në kom, e të bjen mend që ka qenë dosh më net ullën, nuk ulesh. Vazhdo në recatën e tretë, recatën e katër, edhe i bën se visejte. Mundohë më koncentru namaz. Më falë senetin për para, se senetit e para pregadit. Tani me hinë farz, më falë ka dale farzin, më koncentru namaz, me ditë që po thua, që po lezën, e lezëva këtë sure, me ranë rëqu ka dale, me ranë sejtë ka dale, me mërë zotit një herë, njeriu fillon të koncentru, sepse dohet me ushtru vetën, me eduku vetën që namaz, mës me menu pun tjera, sa të mujna fjalla, por vetëm namaz. Allah ta letoft, ja Rabbi, ty dhe mu dhe të gjithve. Tek pyetja fundit të kthehemi që thash që ka hup shpinjat. Ti motër po më duket e ke dëru pak tepër atë burr. E ke dëru pak tepër. Hajde ke dëru një herë kur e shkua që me gjemon, ke ka bo thmije bla bla bla, ku di unë njëra të rritë, Allah që përbleft. Por nuk e pas nevoj me dëru ti me të shkuajnë e para-parate, dëng, dëng, ta natën aty, shit në shpi. Ja. Të thuta që më ka vetë, mës pas vetë, shka të jetë me sociale, shtetë në Gjermanman, të manë ty, aj qapën e të thënë, ku të dële që kanë. As kryt më se ledhë për ti bile. Jo, motër pa i burë shumë i keqështë. Burë i cili, i qëtë minë se kak, e që ka në hajrin të kalëzëm, që ka hajrin të. E shef që ka dhe me thonë punë e bastoreve, e shef që ka dhe me thonë punë e bigjozit, kjo e bigjaz. Që kjo është bigjaz, që të lënë se kak, të prish me zotin, se është haram, të prish me gru, të prish me thmi, të prish me familje, të prish edhe nërvat. Sepse që shë vetën njeri, që shë ndjen vetën, dje shpin të rëkat, sët në se kak. Pse? Pes ka men? E popullë thët, me të bo dikush, e ki ma letë. Po më bëmja bo veti, ta shtja falë veti. Allahu ta lëzoft atë burë, ja Rabbi, e ta drejtoft, e ta letoft edhe ty që ki mas shtiri, Zotit paguft, ty e neve të gjithve, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Faleminderit profesor, të ndëruar dëgjues, kësht të tëra, i falenderojmë për vëmendjen, bashkë miru të qofshim.